Prokuroria e posaçme ka kërkuar në pretencën e saj dënimin e Majlinda Bufit me 1 vit burg dhe në aplikimin të gjykimit të shkurtuar i zbret 1/3, ku në përfundim SPAK tha që dënimi i tij konvertohet në 2 vite shërbim prove. Kryetaria e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi akuzohet për përdorim të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Si dënim plotësues u kërkua edhe ndalimi i ushtrimit publik për 5 vite. Skandali që çoi në hetim më pas nën akuzë kryebashkiaken e Majt të Roskovecit u denoncua nga emisioni investigativ Piranjat në Syri Televizion. Bufi u regjistrua duke ushtruar presion ndaj qytetarit Gazmend Boranji, i cili ishte mbështetës i kandidatit të opozitës dhe i kërkoi që të mos shkojë të votojë, as ai dhe as familja e tij. Bufi ka përdorur situatën e tij për të bërë presion pasi qytetari kishte përfituar nga programi social i bashkisë për përmirësimin e kushteve të banimit. Punonjësit e IMT-s së Bashkisë Roskovec shkuan në vendin ku po ndërtohej objekti dhe i kërkuan qytetarit që të ndalonte punimet, duke pretenduar se ato ishin të palishme dhe jashtë ndihmës që ofronte programi social. Më pas qytetari është thirrur në bashki dhe ka zhvilluar një takim me Majlinda Bufin. Sipas SPAK, biseda mes tyre është zhvilluar në një formë presioni, duke i përmendur se punimet ishin në tejkalim të ndihmës dhe se kishte kryer ndërtim pa leje. Majlinda Bufi nuk ishte e pranishme këtë të martë për të bërë mbrojtje në gjykatën e posaçme, teksa avokati i saj kërkoi të marrë më tepër kohë të përgatisë mbrojtjen. Seanca u shtyp për më datë 3 mars në orën 11:30, ku pas kësaj gjyqtaria Irena Gjoka do të shpallë vendimin.